dashur, sot kemi fest. Kemi fest në emision të mëngjesit. Hajde, për hajde. Kështu që mos u ndalni kur. Veç punoni. Hajde. Pun, natë e dit, për cigare e qibrit. Pun. Hajde. Hoppa! Pun, natë e dit edhe lëvizje. Atë prunën. Edhe ty t'kishim pru? Mirë. Mirë, Ja, unë i pruna këta. A ti i prune këta? Po. A përshes ta pak t'vim për me ndrejsh disfonimin më Po, qas? shumë pak dhym. Shumë pak mund prej krejtve ka pak. Se ta që vesh njës mundet me i knosh krejt, Po. po krejt ka pak energji e mirë me mëngjes. Po, shumë energji e mirë. Kush ka thonë që muzika nuk të bën me uni mirë? Kush ka thonë që muzika s'bën me uni mirë? S'ka qëllu në kongën e... Qëre, më varet që kjo fuqia e muzikës. Do më thonë muzika, nëse studioni muzikën, nëse e dini pak teorinë e muzikës, e dini që janë akordet dur edhe akordet moll. Edhe shkallët dur edhe shkallët moll. Shkalla dur është shkallë e lumtën, e shkalla moll është shkallë e edhimshme. Do më thonë, muzika mundet me të shti që aty e ka fuqin. Do më thonë, mund njëjtën kohë me të shti me kajt edhe me të gëzu shumë. Tash kjo muzikë që ke këtu, kjo ke e lumtën, do më thonë, shkallë dur, mazhore, i kena thonë këtu nëherë, mazhore dhe minore. A keni mësu një me teoritë muzikës ishtë në shkollë? Kena mësu, po a ditë qysh kena mësu? Qysh keni mësu? Në shkollë fillore. Kena mësu qysh me vizatu qelsin e... A, qelsin e violinës, okej. Violinës, shumë pak. Mirë. Besoj që këtu fokusin e ka kushdo që specializohet, atë kush zgjedh me shku me tamon në mënyrë profesionale, veç për qatë pjesë në shkollën e muzikës, se kështu në shkolla fillore mësot, po mësot qysh me këndu, qysh me i dalu notat, pak gjanat elementare, po ju ashtu në detaje. E fuqia muzikës që po thot Keka është shumë e madhe dhe në ato rastet kur nuk din me i shpreh emocionet. Ka njëherë për mes muzikës mund është me i japë mesazhe njerëzve. Ndështë mesazhe që me fjallë nuk mund është me i thanë, se ka shumë shprejhe cilat mund është me i pasë vështirë me i nëzjerë, po për mes muzikës i bjenë si kur me ta hek një barë autori i kongës, se ti për mes asaj muzike mund është me adërgu një mesazh dikujt që vetë se e ki në mendje për mja japë mesazhin, ose për mja tregu mënyrën që shponihësh, ose personi përballë për mënyrën se që shponihët. Më thënë, është një fuqi e jashtëzakonshme e muzikës që nga njëherë më duket as nuk e vlerësojmë.